Çka të që të foli për shimin është pak. Ndaj, ti nuk ishe veç pjesë e familjes sonë. Ti ishe zë i njerëzve. Shemi ishte ikon e rokut shqiptar. Çka të që të foli për shimin është pak. Çka të që të thonë për shimin është shumë pak. Dhe ka qenë një personalitet, një njeri që thujmë na me mishtu një race rallë konë. Mirë po vishë edhe një detalj po ja u përmeni, se nashta njerëzit tu edhe familjarët mund ndodhë që nuk e din. Një prej karakteristikave shaj mbrojtëse, identifikuese e shemit është edhe zoni i vrasht. Po që kisha qef mi thonën, e ki zonin me kapak me zaltin. Dhe me thonë, ju zoni pastër që aj ato e murë kur i operoj bajamet, krenik. Pak ju nëndu korda zonit, pak shtu, pa i ke fatin madhi tina se a e fitoj një identitet në pëndimin e ti, një zot vrasht, një zot depërtus, me një timbër mrekullushëm, me një ambitus nalë zonit, edhe ajo deri në ditën e sotit e karakterizoj shimin. Ndaj, ti nuk ishe veç pjesë e familjes sonë, ti ishe zë i njerëzve. Sot kur po ta lexoj këtë mesazh me zemër të thyer, po e kuptojmë edhe ma fort sa shumë i ke takuar këtij vendi, edhe sa shumë ky vend ty të ka dashur. Ti ke ditë me mbajt shpirtin e popullit me këngë, me i dhanë za asaj që na lidh e nuk na shon kurrë. Dhe sot, kur na mungon fizikisht, na mbetet ajo që nuk vdes kurrë. Zëri i tij, kënga e tij, edhe gjurma e tij në zemrat tona. Shemi na la një trashëgimi që nuk shuhet me kohë, sepse ajo është ndërtuar me guxim, me dignitet dhe me dashni të madhe me njerëzit e vet. Shemin e gjenim në muzikë, në televizion, në qytet edhe në kujtesën tonë kolektive, tashëtutje, sidomos. Kontributi i tij përveç artistik ishte thellësisht edhe shoqëror. Aktiviteti i Shemit me grupin i Lirët ka arritur të jetë përbashkues për të gjithë ne në për periudhat më të vështira që kemi përjetuar si popull gjatë viteve të 80-ta dhe të 90-ta. Edhe avangard, edhe patriotik, Shemi ishte ikon e rokut shqiptar. Mungesa e tij do të rëndojë mbi të gjithë ne.